Kohët e fundit kemi parashur lajme që thuhet që kur futemi në BE, çmimet do të rriten 2 fish. Por pse këto pritshmëri? Gjëja kryesore që pritet sjellja antarësimit në BE, përveç fondeve, është siguria dhe stabiliteti ekonomik në vend. Këto janë dy kushtet kryesore që një investitor i huaj kërkon nga një vend ku po investon për herë të parë. Pra, ligjet e BE-s do të aplikohen dhe në Shqipëri, dhe kjo gjë i jep investitorëve siguri për parat e tyre. E dyta, fondet europiane, që s'na kishte shkuar fare në mendje. Priten shtohen fondet për infrastrukturën, rrugë dhe autostrada, lidhje më mirë fshatrave me qytetet apo dhe gjithë qyteteve tjera të Shqipërisë me njëri tjetrin. Transport publik modern, gjithashtu përmirësimi i transportit ajror dhe tetar. Por fondet do të ketë për shkolla, parqet dhe përmirësimin e jetës në komunitet. Do të ketë një rritje interesi dhe për blerje nga tuajt për banim, pasi Shqipëria është një vend për mashallah, po na rrof me qëllim ta mbajmë. Shembujt janë qartë: Kroacia, Rumania, Bullgaria, të gjitha patën rritje të forta të çmimeve të pronave pas hyrjes në BE. Po ti si mendon, a janë reale këto pritshmëri apo çmimet s'kan ku shkojnë më dhe do vazhdojnë të ulen për poshtë?